30 vjet në këtë xhami të Prizrenit nuk janë vetëm një numër vitësh shërbimi. Janë histori fëmijësh që janë rritur, familje që janë ndryshuar dhe një lagje që është formësuar rreth një imami. Në xhamin Muhamet Pasha në Prizren, kjo histori lidhet me Zaim Efendi Qafleshin, një figurë që sot përmendet si imam i gjeneratave të tëra. Por rruga e tij nuk ka qenë e lehtë. Jashtëzakonisht ka qenë kohë e vështirë, po kur kësaj i kujtojmë, sidomos kohët e shkollimit, kur kësaj periudhe 90-99, unë kam pas rastin të shoh kolegë të mi në Prishtinë, të cilat ato kohë gjatë studimeve iknin, vraponin, nuk guxonin të kishin kur gjë me veti prej librit, prej literaturës, shkaku i maltretimeve të ndryshme të policisë, ndërsa edhe neve na ka gjitë ajo kohë. I lindur më 1971 në fshatin Bellobrat të Opojës, rruga e tij drejt Imamllakut filloi në shtëpi, pastaj në fshat, për të vijuar më pas në institucionet më të rëndësishme të vendit dhe më gjerë. Edhe mësimet fetare islame kanë rrjedhë, kanë buruar nga prindërit tanë, të cilët kanë qenë të edukuar fetarisht. Jo nivel shumë të lartë, po me atë mesatarën e tyre, me mundësitë e tyre, duke i parë ata për namazin e tyre të çdoditshëm, Ramazanin gjithashtu dhe raportet sjelljet e tyre me të afërmit dhe me tjerët. Gjithashtu si hapi i dytë ose burimi i dytë për respekt, vullnet, dëshirë ndaj fesë, ndaj islamit, ndaj xhamisë, kemi marrë nga hoxha i fshatit tonë, në atë kohë në fshatin Bellobrat, vitet e 77-80, ka qenë hoxha i fshatit Mulla Veli Qafleshi. Rruga akademike e tij ka lënë për institucionet më të rëndësishme të kohës, Medresen Alaudin në Prishtinë dhe me pas Fakultetin Teologjik Islam në Sarajevo. Për vazhdimin dhe thellimin e njohurive fetare islame, që për ne në vendin tonë Kosovë, atëherë ka qenë vetëm medreseja e Misma Alaudin në Prishtinë. Ne kemi pas fatin që kemi qenë gjenerata e parë nga viti 85-89 dhe pas përfundimit kemi vazhduar studimet në Sarajevo, në Fakultetin Teologjik Islam, por me fillimin e luftës në Bosnjë, në 92 u kthyem një numër i konsiderueshëm, edhe ne falendërues Bashkisë Islame të Kosovës, e cila në atë kohë hapi institutin e Fakultetit Studimeve Islame dhe që aty filluam me shumë shok tjerë si gjenerat e parë e studentëve në këtë fakultet. Por lufta në Bosnjë e ndërpreu këtë rrugë. Studimet u rikthye në Prishtinë në Fakultetin e Studimeve Islame, duke u bërë pjesë e gjeneratës së parë të këtij fakulteti. Në vitin 1996, me vendim të Bashkisë Islame të Kosovës, ai nisi shërbimin si imam, hatib dhe mualim në xhamin Mahmud Pasha në Prizren. Ai kujton edhe kohën para se të emërohej imam, kur kishte ardhur për të parë nga afër besimtarët e kësaj xhamie, që shërben edhe sot. Dhe mbaj mend 2 gjumat, edhe pse jo me detyrë, po 2 gjumat kam marrë kanë përcjell duke hulumtuar ambientin i cili më pret në radhë parë me shërbim. Dhe atëherë mbaj mend hoxha i asaj kohe me shërbim këtu, që ka qenë Mulla Xhevati Xhairi, mbaj mend se ka qenë numër i vogël i namazxhinëve ditën e xumë, diku rreth 25 parafërsisht. Po edhe gjumon e dytë e njëjta, imami me mundësitë e veta nga përkthimi i Kur'anit lexojke diçka në gjuhën namtare, në gjuhën shqipe, në mënyrë që deri të vijë koha e ezanit. Dhe me fillimin e angazhimit, shërbimit që ka marrë pastaj në atë kohë, në mas edhe nga lagjet tjera, filluan njerëzit të vinë të falin edhe namazet të përditshme, sidomos akshami ma shumë i të bojke dhe yatsinja, po në veçanti edhe namazet e xumës. Një pjesë e rëndësishme e rrëfimit është bashkëshortja e tij, Mualla Qafleshi, e cila ka qenë bashkëpunëtore e drejt për drejt në misionin edukativ. Është krenari të punojsh, të bashkëpunojsh me dikant, në veçanti në veprimin më të mirë edukimin e brezave, qoftaj edukim shkencor, qoftë fetar. Kam pas rastin, fati ka qenë i tillë që gjatë këtij udhëtimi
nga viti 96, pra kur e kam filluar mësimin fetar, të më ndihmoj edhe bashkëshortja, e cila ka kryer medrese në Stamboll dhe pastaj Fakultetin e Edukimit mësim klasor këtu në Prizren. Por që nga ajo kohë, kur ajo nuk ka qenë e shkolluar, ka qenë vetëm në medrese, edhe ajo ka pas vullnetin të më lehtësoj në edukimin, sidomos ajo të gjenisë femërore të vajzave dhe unë këne gjenisë mashkullore djemët. Tankon jemi me fëmijët, edhe në atë kohë e kemi shumë shtirë më shkut nga ta. Për atë arsye, kur e mendojsha në atë kohë këtë punë që po e kontribuoj për rizatë Zotit, ajo më jep ke ala ma tepër vullnet me punu. Se çdo herë një punë kur e bëjmë për ma mirësi, çdo herë na duket ma e vlefshme, ma me vullnet, edhe e dim se çdo herë kemi me pas shpërblimin tek Allahu xhaleshano dhe këtë punë e kam bërë ma me vullnet madh. Ajo nga ana e saj e përshkruan fillimin si sfidues, por me shumë mbështetje nga imami, respektivisht bashkëshorti i saj. Kujtohet tepër mirë, ka qenë tepër e vështirë në atë kohë, çdo herë na kanë nënvlerësuar ndoshta dhe them, jemi mësuar na hoxha më na mësu kush është kjo mualim ose kjo grua që ka vjen e mirët me fëmijët tonë, po përkundrazi ja kemi dalë dhe kemi pas suksese shumë dhaja, kemi edukuar gjenerata me radhë. Unë kur jam martu me imamin, kam pas të kryer vetëm medresen e mesme. Pas martesës 10 vite, i kemi pas 4 vajza, më ka shty mu me vazhdu fakultetin. Pra me mbështetjen ati, mos kishte me qenë ajo, unë ndoshta sot kisha me qenë me një medreset, ose me një shkollim mesëm, po filloj nga shkollimi, se me folë shumë sende tjera ka, e sot jam me fakultet edukimit, punoj si mësuese 17 vite, e kam të kryer edhe masterin, pra këto krejt falë mbështetjes ati që ka bo në edhe mbështetjem ka thonë mu, po edhe fëmijët mi ka këqyrë, se edhe në atë kohë ka qenë edhe vështirë, se kemi jetu vetëm të dytë, nuk kemi pas një matë madhë në shtëpi, për shembull me pas vjeri ose prindër matë nej. Ai mi ka këqyrë në këto raste, ajo është kujdes për ata. Në xhamin Mahmud Pasha, edukimi është prioritet, për shkak se është formësim i karakterit të një besimtari. Mualimi na më kthe përveç që na mëson për obligimet fetare si abdesi, namazi, Ramazani, na mëson edhe për edukimin fetar, respektin dhe dashurinë ndaj prindërve, gjyshërve, parefisit të moshuarve dhe të gjithë njerëzve të tjerë, pavarësisht racës, fesë, gjuhës e kombit. Nga mësu shumë dova që nuk i kum ditë shumë, sure shumë, tash përveç që kum dalë edhe në shkronja, jam të shkronja H, ndihem shumë mirë me kur vi këto gjithashtu ne vina këto. Në mektep gjithashtu mësojmë për dashurinë e shkollës si dijes, shkencës, punës, adheun dhe kombin. Mësojmë për bujarinë, tolerancën dhe mbrojtjen e adheut. Mësojmë që të veprojmë veprat e mira gjatë gjithë jetës, prej lindjes deri në vdekje. Dhe të largohemi nga vepra të liga që na dëmtojnë neve dhe gjithë shoqërinë. Ish nxënësit e viteve të para e kujtojnë ndikimin e tij. Po, ne si fëmijë, prej moshës 9 vjeçare, 10 vjeçare, jemi rritë në këtë xhamin tonë, jemi rritë me hoxhën tonë. Hoxha fillimisht na ka mësu gjonat elementare, na ka mësu si me marr abdes, na ka mësu për gjonat të cilat ne mund të zhvillojmë edhe më shumë, mos të harrojmë fenë tonë, mos të harrojmë pse nga vim ne, çfarë obligime fetare kemi ne, si dhe gjithashtu këto mësime na kanë shërbyer tani jetën. Për si hoq që kemi në lagjën tonë, që shërben gati për 30 vite, mund të them me pak fjalë që ka qenë një hoq shumë i mrekullueshëm, me të vërtet, i sjellshëm dhe shumë një tip i qetë, i cili ka mujt me rregullu secilin situatë dhe secilin problem pagnaqësi të lagjës tonë, hoxha u ka marrë me të gjithat. Në atë kohë, hoxha na ka mësuar për bazën e fesë, sure, për namazin, abdesin, bile herë pas here na ka mësuar edhe për muezinllëkun, zavencin e hoxhës së tij, kur nëse na thëke shpeshherë nëse nuk e kam zavencin ti muni dhe ju të kryeni muezinllëkun këtu në xhamin tonë. Imami për vite me radhë ka qenë një zë i fuqishëm i krijimit të kushteve më të mira për besimtarët, ku edhe sot gëzojnë këtë xhami fal punës dhe angazhimit të tij. Zaim Efendi Qafleshi nuk ka qenë vetëm imam i kësaj xhamie, ai ka qenë një zë i lagjës dhe i banorëve për të përmirësuar kushtet e jetës.
Hoxha u konë shumë i ri kur ka ardhur, po ka pas përkrahjen e lagjës. Me përkrahjen e lagjës jemi këtu ku jemi sot. Xhamia e vjetër ka qenë xhami shumë e vjetër, me kushte shumë të vështira të punës. Po me angazhimin e Hoxhës, me angazhimin e lagjës, e xhamatit, e qytetit, jemi këtu në këtë sipërfaqe tash në gjendje shumë të mirë. Hoxha ka kontributin e madh si për nxënës, si për punë, si për angazhim. Hoxha ligjëratën e ka shumë thjesht, shumë në përmbajtëse. Me kontributin e Hoxhës, lagja, sidomos kjo lagja Hoxha Madha, me lagjën tjetër poshtë, me kubza, me kanalizime, fal Hoxhës, sot janë ndërtuar në këto krejt. Fal Hoxhës, xhamia është prej temelit e këtu, fal Hoxhës, me kontributin e Hoxhës, po me donacionet e lagjës dhe qytetit Prizrenit. Po ka qenë fantazi, prej fillimit. Aktivisti madh është shumë ka qenë edhe është aktivist për xhamin. Tash me punën e tij që kjo xhami u ndërtoi. Jo keni po ndoshta xhamin si ka qenë, po me aktivitetet e tina e ka marru këtë xhami. Pra dhe këtë ndërtesë të bukur, si që e shifni, është falë kontributit dhe punës e tij të palotshme. Gjithashtu përveç mrena në xhami, Hoxha ka kontribu edhe në shtrimin e rrugës tonë, si dhe gjithashtu në ndërtimin në rregullimin e kanalizimeve, si dhe po ashtu edhe në aktivitetet tjera, falë kontributit të tij të madh, pra jemi këtu ku jemi sot. Gjithmonë, do me thonë edhe mas namazëve, është i afërt me lagjën, dalim, rrim, pim kafe, vjen të na, shkojmë taj. Do me thonë, i kena marrëdhëniet jo si hoq, po ma shumë se që duhet. Sot, 3 dekada pas fillimit, Zaim Efendi Qafleshi e sher rrugën e tij si vazhdimsi të një misioni, jo si arritje personale. Po falë Zotit që na ka dhënë atë mundësi, krenar gjithsesi, po edhe falenderues edhe fëmijëve, edhe prindërve që i kanë dërguar në xhami për të mësuar diçka nga aspekti fetar islam. Në fund, historia e tij nuk është vetëm histori e një imami, është histori e një numri besimtarve që është rritur bashkë me xhamin dhe një xhamie që është ngritur bashkë me njerëzit e saj për rreth. Zaim Efendi Qafleshi ka qenë aty dhe do të mbetet aty për t'i shërbyer islamit, besimtarve dhe mbi të gjitha, secilit njeri pa asnjë dallim.